Rruga e Komanit e amortizuar prej vitesh dhe një nga kërkesat e kahershme të komunitetit të zonës, tashmë po rikonstruktohet. Puna ka nisur me 10 kilometrat e parë nga Komani në drejtim të Vaut të Dejës, në segmenti ku gjendja rrugës ka qenë më dëmtuar. Për banorët e zonës, nisja e punimeve duket si një ëndër e kthyer në realitet. Kjo është shumë e rëndësishme, shumë e pritën prej shumë vitesh, domethënë na bën pak edhe si të bezdisshëm derë në derë, po kjo do të nikoj 100% për mirë. Ka qenë domosdoshme, rruga e degraduar, krejtësisht e degraduar, do të ketë një nikim shumë të madh, ndryshim 100%. Sa herë vinë turistë ato na pyesin a ka një rrugë tjetër për mu kthy. Na i thojmë çfarë më thonë, bëjmë pak qesharakë dhe i thojmë vetëm për hava. Ky investim ka ngjallur interes edhe te banorët që jetojnë në emigracion, duke i nxitur ata të rikthehen dhe të investojnë në këtë territor. Për ne të rinj, sidomos këtu që jena prej Komanit, është shumë e rëndësishme sepse na bën që ne mu kthy hala te vendi jon, edhe me pse jo me investu edhe për këtë vend, se në fund ditës ne jena prej këtij vendi, nuk do të më e lan. Edhe me thënë drejtën, unë për veten time, unë mas shumë vitesh du me pa këtë vend, domethënë me shumë investime të reja, me shumë gjëra të mira, edhe pse jo minimu edhe prin ton këto edhe mu kthy prapë. Ne shumë kënaqur për kësaj rrugë, me fjalë fryma e frymëzimi me ndaj Koman është rruga. Që aty fillon sezon. Unë jam kthy për emigrimit, e mundu me hap i biznes, po pengesa më e madhe ka qenë rruga. Ka qenë kërkesë e kahershme, po desh ka ardhur kena ardhur të krijuar besimin tonë që një premtim i dhan, po bëhet edhe realitet. Pra kjo është me fjalë është dy herë frymëzim, edhe po na bëhet rruga, po ne edhe i kënaqësi më të madhe që edhe premtimet që po udhëshin po bëhen realitet. Përveç zhvillimit të turizmit, ndërtimi i rrugës krijon lehtësi edhe në shërbimin shëndetësor në Koman. Jo në pak raste, emergjencat shëndetësore kanë kërkuar dërgimin e pacientëve drejt Shkodrës dhe distanca e gjatë shpesh ka vënë në rrezik jetën e tyre. Kena një fluks të madh prej turistëve, mulojmë edhe ato. Kena pas shumë vështirësi me përcjelljen e të smurëve deri në spitalin e Shkodrës, edhe shpesh herë i kena përcjell edhe me makinat tona derisa jena taku me ambulancën, se ka qenë shumë e vështirë transporti i tyre. Me hapjen e rrugës, ju na keni fal jetë. Rruga e Komanit është një nga rrugët më të vështira, por edhe piktoreske në veri të Shqipërisë. Ajo lidh qytetin e Shkodrës me liçenin e Komanit dhe vazhdon drejt Vjerzës, duke shërbyer si pjesë e një itinerari të rëndësishëm për ata që udhtojnë drejt Alpeve shqiptare. Kjo zonë është një nga destinacionet turistike kryesore të qarkut të Shkodrës, pasi do çon drejt lumit të Shalës. Megjithatë, amortizimi i rrugës ka shkaktuar probleme të shumta. Me këtë ndërhyrje, zona pritet të ketë një zhvillim të ndjeshëm të turizmit në përmirësim të shërbimeve për banorët dhe vizitorët.